Përpara se me nisë me diskutu për buxhetin, kisha dash një vërejtje teknike, nëse ka mundësi zëra kryetare, mbledhet me fillu me kohë. Kemi fillu sot 40 minuta me vonesë. Në çdo seancë pak shkojmë deri në 1 orë vonesë. Më duket e pa kuptim se njerëz tu na pa dhe kishte menduar se të imagjinoj mësuesi me shku 40 minuta me vonesë, unë borën e parë se polici. Unë s'thash se ka qenë veç pa ju, është edhe i shefës grupit më të madh parlamentar dhe gjithë shefat grupit që me kujdesi seancat me fillu me kohë. Tani unë pikthehem temës buxhetit. Unë e vërtet është që nuk kam pas kohë me shiku në detaje. Unë nuk e kam pamundur për 30 me përpunu 700 faqe. Aq më tepër që s'jam jurist edhe më duhet me konsultu njerëz për fusha caktume kur du me ngrit një çështje. Por ajo çka muj me e thonë këtu, prej përvojës tem për herë të parë në këtë kuvend me buxhet është që procesi më duket plotësisht jo serioz. Edhe prej diskutimit ministrit financave e vrejta këtë jo seriozitet. Ministri Financa ka pru zgjatjen buxhetore para 3-4 dite me idenë që na kena pas një kohë me bëni buxhet çu duhet. Ndërka që këtu erë dhe tha që kështë një buxhet shpejt edhe do të rishikojmë. Pra në start, Ministri Financa e pranon që buxheti s'është punuar mirë dhe du të rishikohet pas disa muajve. Unë nuk i kuptoj s'ka urgjencë për këtë dhe ta dimni diçka. Ligji për buxhetin nuk është ligj që i ndërshtrohet vetëm debatin këtë kuvend, i ndërshtrohet debatin këtë shoqëri. Ligji më i rëndësishëm që miratojmë edhe du të japet rasti edhe universiteteve dhe instituteve dhe njerëzve shoqërisë civile që të japin komentet e veta ta shohim ka do ta orientojmë sepse ky nuk ka një buxhet mbi jetesë, unë mendoj. Në vitin 2007 na s'kena buxhet veç për me ndarë rroga dhe pensionet, me mendu pak strategjikisht ka e qojmë buxhetin. Edhe ndërkohë që u lumtova këtu ditë, kuptova që vendet evropiane sot angazhojnë institute kërkimore, mi u tregu që shme bën planin e buxhetit. Nuk ka thjesht me vendosë tabela dhe numra. Sidomos vendet skandinave përdorin institute, i financojnë ato, mi u dhoni ide që shme përdor buxhetin. E çdo me hap një debat më të madh. E dyta, ministri tha nuk janë reflektu disa ministri në buxhet, po s'ka lidhje se e kaloni nën atu që thot masandej ministri e ndan. Kjo nuk është në rregull, kjo është kundër praktikës të hartimit ligjeve dhe të hartimit i buxhetit. Se për ashtu ministër, unë më thonë, heki krejt ministrit, edhe vendose veç një fjalë, të buxheti i Kosovës është 4 miliardë euro dhe ndan ministri Financa. Do të thonë, tash po flas si jurist, në kuptim teknikës legislative kjo s'ka kuptim. Nëse ti ja cakton Ministrisë të Sportit që keni themelu 3 buxhetin, caktoj edhe arsimit, heki krejt tabelat. S'bën. Kjo s'ka kuptim. Mendoj që ky ligj nuk i plotson kushtet teknike të standardeve të hartimit të legjislacionit për të kaluar si tillë. E dyta, kryeministri tha rendi i gjërave është që njerë ka qenë ekspozeja, masandej është buxheti, masandej programi i qeverisë. Jo, kryeministri, nuk është ashtu. Ekspozeja, programi, buxheti. Po ku programi? A mbledhën e radhës, ku të kryet buxheti? Po s'ka ka radha e gjëra në rregull, pra. Nëse unë ju dëgjova mirë, ju e thatë ndryshe radhën, po prap dilni të ajo që po them unë. Nëse programi është mas buxhetit, cili o kuptimi diskutimit për programin. Se na dëna mi u mot në program, sa keni të realizueshëm, që pasqyroni atë në buxhet. Që mendoj që do të ishte një debat normal, me pru njerë programin, me folna për programin e qeverisë, me diskutu, me na bind që qaj program masanej mundet mu përkthy në buxhet. Tjetra, po kthejmë tash të çështjet konkrete të buxhetit. E para, minister, këtu e keni një dispozit që është jo kushtetuese, këto do të me ndru, në enin 31, të shtesa për 0.5% për shërbys civil. Gjykata kushtetuese në gjykimin që e citoni këtu, ka thonë 2024, duhet me u pagu se cilit 0.5% për çdo vit përvoj pune. Edhe ka dhënë obligim me ndru ligjin e paga. Me qenë se ligjin e paga ose keni ndru, ju keni fut këtu një dispozit që thënë hyn fuqi nga 1 janari, po ju du t'i paguni edhe 2 vitet tjera, 25 dhe 24. Prandaj shkelni drejtat e njeriu të shërbysëve civil dhe shkelni aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, keni duket 138 është paragrafi i aktgjykimit që thotë që du të paguhen nga momenti kur gjykata ka vendosur. Dhe përveç se du të reflektohet këtu, du të ministria që e sponsorizon ligjin për pagat, du të me ndryshuar atë pjesë edhe me vendosë përputhje me aktgjykimin. U dosh që 2 vjet në fakt, s'ka ndodhur, mirë me ndodh tash. Kështu që kjo dispozit këtu nuk e ka venin, nuk bën kjo 1 janar, du të me konë nga dita e hyrjes fuqi të aktgjykimit. Çështu ka thonë aktgjykimi. Tash nuk e di sa i bën ajo me kosto, po sado që i bën nëse nuk ja u paguni, qeni të sigurt, unë i kom pas që në organizu këtë administratës shërbimit civil,
kanë me dërgu raste në gjykata të rregullta, edhe kanë me marrë edhe interesi. Kështu që mos e ngarkoni më shumë buxhetin, pagunia vat sa i takojnë me listë, përndryshe ata kanë me i marrë ato. E treta, se për shoh minutat, e treta që po du me ngritë është çështja e arsimit, meqense punoj edhe vetë në arsim, unë e posh këtu që 7 universitetet publike kanë 32 milion euro buxhet dhe atu hyn edhe kërkimi shkencor. Është pak. Unë e kuptoj që tash na po bojnë avreti se cilin fushën tonë dhe fundministri më na thon ku më morëm parët, po më po tregon një trend. Ne nuk në raport me buxhetin e përgjithshëm, buxheti për kërkimin shkencor në Kosovë nuk mrin as 1%. Vendet evropiane kanë 2%. Objektiva strategjike e vendeve evropiane është me shku të 3% i kërkimit shkencor, në mënyrë që kapitali human më zhvillu, mënyra e punës më zhvillu, edhe shkenca më vënu në funksion të ekonomisë, se ajo që mësova që ke shokuse për mu, është që Kosova, pas ka pare, si jurist e mësova, unë tash të ekonomistat është kanë ditë ma herët, unë e mësova që Kosova ka çdo vit pare ma shumë se që mund shpenzon. Edhe kur pyeta pse ndodh kjo, sepse kapaciteti zbatues i shtetit është i dopt. Pra shteti nuk mundet me përdorë çaq pare, sa ka. E tash qytetarët që më dëgjojnë mu, unë me marrë me mend që kur ju mungon një rrugë, a një shkollë, a kur kanë paga të vogla mendojnë që s'kena mundësi. Në fakt, e vërteta është që s'kishëm njerëz me i zbatu këtu. Kështu që rritja e investimit në arsim do të ishte investimi më i dur, që me mujt na edhe këtu fondet që kemi miratu na kryeministri përmendën 1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare, ose di kur kanë marrë dhe kur kanë mos zbatu me këtë performancë që kemi të institucione, kështu që është dashur me u kujdesë me investu më shumë në arsim. E fundit, dhe që po du me paraqit si kërkesë të grupit tonë parlamentar, të Partisë Demokratike të Kosovës, është kërkoj që të shqyrtohet mundësia që fondet për të akuzuarit në Hag të rriten. Na kemi diskutu me vite këtu qysh kanë pas probleme me pagu avokat, mendoj që ka qenë e turshme për gjithë neve, se nëse ky vend nuk ka buxhet me mbrojt luftën e vet, nuk e di për çfarë kemi tjetër. Mos më interesojnë këto tabela të tjera hiç, nëse në Kosovë është dikush që refuzon me mbrojt atë për çka, se ne mlidhemi sot dhe diskutojmë për buxhet shumë mirë, se jemi vend i lirë, jemi për shkak të sakrificës dikujt. Kërkoj me dashamirësi që këto fonde të rriten, e para dhe e dyta ministri i drejtësisë nuk qen ka, po besoj e ndëgjon. Du të ndryshoj udhëzimin administrativ që tavani i pagesave të ngritet më lart edhe na me mujt me ofru atyre njerëzve mbrojtjen e nevojshme, veçanërisht tash në fund të procesit në Hag. Faleminderit shumë.